Elton, të përshëndes. A ka Përshëndetje. aktualisht një version zyrtar se cili ka qenë shkaku i aksidentit të rënd? Po nis pikërisht nga kjo e fundit, nga informacion më të fundit, ardhur pikërisht nga policia e Vlorës, dyshohet se shkaku kryesor i aksidentit jetë shpejtësia tej normave të lejuara pikërisht në këtë aks rrugor, por njëkohësisht edhe automjeti tip Ford i cili ishte duke lëvizur pikërisht në aksin Vlorë-Kot pranë fshatit Drashovic ka devijuar në anën e kundërt të rrugës dhe përpasoj ka shkaktuar dhe përplasjen e rëndë me automjetin tjetër tip Benz, duke sjellë më pas edhe vdekjen e 3 personave. Ngjarja u regjistruar mbrëmjen e të dielës, ndërkohë që nga përplasja e fortë e 2 automjeteve pra të tipit Ford dhe një tjetër tip Benz, 2 persona ka humbur jetën në vend ngjarje, siç janë drejtuesit e automjeteve, ndërkohë që vetëm 2 orë më vonë pas aksidentit, pikërisht rreth mesnatës, ka humbur jetën dhe pasagjeri në Spitali Rajonal të qytetit të Vlorës pas plagëve të rënda të marrë nga aksidenti i shkaktuar në aksin në rrugor Vlorë-Kot në vendin e quajtur Ura e Vodicës, shumë pranë fshatit Drashovic të Vlorës. Siç e thash edhe pak më parë, policia mbriti që dije në vend ngjarje, nisi hetimet për të sjellë shkakun e vërtet të kësaj ngjarje të rëndë, ose më themi apo të këtij aksidenti mjaft të rëndë të ndodhur në zonën e Drashovicës dhe siç e thash pak më parë, shkaku kryesor është shpejtësia tej normave të lejuara, por dhe lëvizja në sensin e gabuar të automjetit tip Ford, të paktën këto janë informacionet paraprake të policisë së Vlorës, ndërkohë që sipas informacioneve po nga policia e Vlorës dhe nga ajo rrugore, të dy mjetet kanë qenë me shpejtësi tej normave të lejuara në një aks ku nuk shkohet më shumë se 60 deri 80 km/h, ndërsa dyshohet që shpejtësia të ketë qenë mbi 100 km/h. Ajo që është mjaft e rëndë lidhet me faktin se 3 persona humbën jetën, siç janë 2 drejtuesit e automjeteve, njëri 30 vjeç, tjetri 40 vjeç, por edhe pasagjeri që ndodhej në ato mjete humbi jetën pak më vonë në Spitali Rajonal të qytetit të Vlorës, aty ku mbriti në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, të paktën sipas informacioneve nga bluzat e bardha, ishte pothuajse pa shenja jeta që në momentin e parë që ka mbritur në Spitalin e Vlorës dhe pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve ishte pamundur për ta risjellë apo për ta mbajtur në jetë edhe personin e tretë nga kjo ngjarje e rëndë ndodhur ditën e djeshme. Falenderoj Elton Nika. Faleminderit juve.